Ligjvënësi demokrat në Komitetin Mbikëqyrës të Dhomave së Përfaqësuesve kanë publikuar 10 fotografi të reja që lidhen me Jeffrey Epstein, financierin akuzuar dhe të dënuar për abuzime seksuale ndaj të miturve. Imazhet e publikuara ofrojnë detaje të reja mbi jetën e tij luksoze dhe mbi të gjitha mbi rrjetin e gjerë të lidhjeve me njerëz të pasur dhe figura të fuqishme politike shoqërore. Në fotografitë e fundit shfaqen emra të njohur ndërkombëtarisht, mes tyre presidenti amerikan Donald Trump, aktori Woody Allen, ekonomisti Larry Summers, princi britanik Andrew, sipërmarrësi Bill Gates, ish presidenti amerikan Bill Clinton, si dhe personalitete të tjera të profilit të lartë. Demokratët sqaruan se këto imazhe janë pjesë e një arkive shumë të madhe me mbi 95.000 fotografi të sekuestruara në vendim gjykate në kuadër të hetimeve ndaj Epstein. Sipas anëtarëve të Komitetit Mbikëqyrës, deri më tani janë publikuar gati 100 fotografi, ndërsa materialet e tjera pritet të hidhen gradualisht në dritë. Paralelisht, Departamenti Amerikan i Drejtësisë ofrohet afatit të javës së ardhshme për publikimin e plotë të dokumentave që lidhen me çështjen e Epstein, një hap që pritet të sjellë zhvillime të reja dhe të rëndësishme. Të marra së bashku imazhet dhe dokumentet e publikuara forcojnë idenë se Epstein kishte krijuar në të kaluarën një rrjet të marrëdhëniesh me figura të fuqishme, lidhje të cilat që sot janë në shqyrtim të thelluar nga autoritetet në Kongresin Amerikan. Komiteti Mbikëqyrës po zhvillon një hetim të posaçëm, ndërsa deri më tani kanë publikuar 10 mijëra dokumente, email dhe komunikime që sipas e ligjvënësve vazhdojnë të hapin pista të reja hetimi. Përfaqësuesi Robert Garcia, demokrati i lartë i Komitetit Mbikëqyrës së Dhomës së Përfaqësuesve, deklaroi se ka ardhur koha që sipas tij të jepet fund volimi i çështjes nga ana e shtëpisë së bardhë. Ai kërkoi drejtësi për të mbijetuarit të abuzimeve të Jeffrey Epstein dhe përballjen në përgjegjësinë për atë që i cilësoi si miq të tij të fuqishëm. Ne nuk do të ndalemi derisa populli amerikan të mësojë të vërtetën, theksoi Garcia. Nga ana tjetër, Shtëpia e Bardhë reagoi duke i quajtur publikimin e informacionit një mashtrim të demokratëve, duke politizuar debatin rreth një skandaleve më të rënda të viteve të fundit në Shtetet e Bashkuara.